إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات آمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الكتاب كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد vazhdojmë këto takimet tona. Jemi në fillim të komentimit të mburojës së muslimanit. Hala jem të hyrja, e sonë të pak me disa fjalë do të flasim për vlerën e dhikrit. Pra vetë emri mburoja muslimanit për dini, si pas disa dhanave, Allahu alem, në Kosovë libri i cili mas shumë të lexohet është mburoja. Mburoja për dim është dhikër, rrethana të ndryshme, në gjendje të ndryshme ose në çdo rrethan, në çdo kohë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas dhikrin e caktuar. Ai ka bëu përmbledhjen këtu të mburoja muslimanit kret këto dhikre, çka ka mujt ja ka marrë mendja se bazohen te suneti pejgamberit alayhi salatu wasalam. E na tash do të mundohemi me lejen e Allahut me pa vlerën edhe me komentu përmbajtjen, kuptimin atyne dhikreve. Pa kur fa dyshimi se kur e din cilën rrethane ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, parafërsisht për kthimin, jo tash smuni me ditë krejt 100%, po parafërsisht, ose për kthimin e kuptimit, brendësinë, esencën e atij dhikri, pa kur fa dyshimi se kur e thua dhikr pastaj, pas që ndëgjon komentin, krejt ndrysh kime përjetu atë dhikr. Ma kime u thellu në atë dhikr, jo vetëm si një fjalë goje me thonë edhe del, po e përjeton, thellosh me gjithë zemrën në atë dhikr, e shef vlerën e asaj atij dhikri. Po, i patëm 2 derse, dhe kjo është në 10 një më duket, një, kjo është i dyti, e këtu do të flasim për vlerën përgjithësi të dhikrit. Sepse njeriu në këtë jetë s'ka ka, jetë të shkurt në këtë dynja, njeriu besimtar e din se na jem në tregtime Allahun subhanahu wa taala. Edhe mundohemi me pas mall i cili të bën shumë fitim, marrë të madhe ka. Gjithsesi Allah pagun shumë për atë mall. Duhet me këshyr cili është ai mall më i mirë, më i vlefshëm, më i çmueshëm, edhe më shumë të bën përfitime. Kur të merr vesh, edhe kapësh për çat mall pastaj. Me çat mall punon. Çat mall ja jep Allahut, që Allahu me të pagu sa më tepër. Kjo pa kur far dyshimi se është shumë e rëndësi. Me ditë ku me u preokupu, me çka me u preokupu njeriu edhe ku me u fokusu. E për këto duhet kemi nevojë për udhëzim të Allahut. Për shkak themi në çdo recat ihdina siratal mustaqim. Allah na udhëzon në rrugë të drejtë. Ka shumë udhëzime, për gjithçka me të udhëzu. Për gjithçka me të udhëzu. Jo prej udhëzimeve është edhe kjo, Allah udhëzon në punë të lehta, të cilat lehtë bëhen, po ti shumë pagun. E unë nuk e di. Për me ditë, me i punu, kom nevojë për udhëzim tonë Allah. Për shkak udhëzom.
Por kur themi në namaz, ihdina siratal mustaqim, në rrugë të drejtë udhëzom, ka shumë kuptime. Kem nevojë për shumë udhëzime. E ma kryesorja është udhëzimi cilën punë me bo. Që ti o Allah pagun për atë punë. Edhe pastaj njeriu vazhdon me jetu mbas atyre informatave të cilat ja jep Allahu subhanahu wa taala në këtë ose në atë mënyrë. Me rëndësi, çka është me rëndësi? Ti me pas dert me pas gajle. Allahu din gjithçka, po ti me dëshmu me jetën tonë, me sjelljet tua, me veprimet tua, me fjalët tua, se Allah për këto kam nevojë. Edhe jo më kam gulës që këto me më dhonë. Edhe për këshka kur i ka pyet pejgamberi alayhi salatu wassalam, i ka pyet sahabet, edhe ju ka thonë: Ela unabbiukum bi khayri a'malikum wa izkaha inda malikikum wa irfa'iha fi darajatikum wa khayrin lakum min infaqi الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله تعالى. Pra të fol për vlerën e dhikrit. Kjo punë që ka thash, më rëndësishme edhe lehtë e realizueshme, e cila punë nuk ka nevojë për investime, nuk ka nevojë me shku në xhami, nuk ka nevojë me marr abdes, a është më mirë, padyshim më mirë është. Po në çdo pozitë, në çdo rrethon, në çdo gjendje e bën dhikrin. Por kjo është ajo vepra më e vlefshme, më e çmueshme, e cila më shumë ti paguhet, është dhikri. U akbar që rahmeti, hikmeti, urtësia e Allahut edhe rahmeti i tij. Nuk e ka bo haxhin më çmueshëm. Se zor është me shku, ka shumë vet, lind, jeton, vdes, s'ka mundësi me shku në hax. S'ka mundësi. S'ka të ardhnat mjaftueshme që me shku në hax. Sa shaj çka me bu? Ose namazi, ose agjerimi, ose me dhonë zeqat, nuk e ka bo. Po e ka bo diçka çka shumë let e bon çdo njeri. Çdo besimtar. Pra ajo është dhikri. Edhe këto po na vërtetojnë dhe me këtë hadith, ku thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, Ebu Derda transmeton, Alban e bon sahih këtë hadith, transmetojnë Tirmidhi e tjerët, thot i ka pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Ela unabbiukum bi khayri a'malikum. Atju tregoj cila vepër është më herli, më e mirë. Khayr e ka për qëllim më i vlefshëm, më i çmueshëm. Wa izkaha inda malikikum. Zekati i ka dy kuptime. Pastërtia, i pastërt, edhe diçka që rritet, shtohet. Zeka, në gjuhën arabe, është diçka që e pastron, edhe që shtohet. Pra, kur pse kamit zekat? Kamit zekat, njeri ju thot që ka pastërtia, lidhi që ka me pasuri. Kur të jep zekatin, e pastron. E para. E dyta e run, e treta e shton.
Qysh po japi po shtohet. Ka dalë më sugut prit këqyr. Po jo tash ti me dhonë që me testu Allahun. Se Allah po thot, مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Shembullati i cili jep në rrugë të Allahut, or sikur se habbe, na thojmë hap për kokra me pi, hap. Hab është kokër. Kokra pasurit, kokra grunit, kokër, arabisht. Edhe thot, ata që të jepin rrugë të Allahut është sikur shembulli kokrës të grunit. E mbjellni kokër 7 kalli. Fi kulli sumuletin me etu habbe. Gjdo kalli i ka nga 100 kokra. 7 kalli ka 700 kokra. Ti një e mbjell, Allah të jep 700. Kështu është edhe ai cili të jep një çka do të jetë, a euro, a çka do të jetë. Allah ty të jep 700. Pra, po thot, aty udhëzoj, aty tregoj për veprën më të mirë, më të çmueshme, më të shtrajt e para. Wa skaha inda melikikum, e cili është më e pastër edhe më që rritet te Zoti juaj, te pronari melikikum, te pronari juaj. Kush është pronari jon? Allah. Jem prona Allahut. Allah në posedon, Allah në ka ndorë krejtve. E dyta kjo ke. Wa arfa'aha fi derejatikum. Edhe e cila vepër mas shumë t'ju ngrit në deregje, shkallë. Shamë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men ahsen el vudu, ose transmetim, o men eblega el vudu. Kush merr abdes, ja e hakun abdesit. Mirë merr abdes, i fërkon durët e komët e ftyrën e mirë merr. Edhe del në xhami, la yakhrujuhu min al-bayt illa salah, ama del prej shtëpisë jo për tjetër punë, jo më nis për një tjetër punë, e zonat po shkojnë në xhami. Ja, për namaz del prej xhamis. E ku shkon kështu, për çdo hap, çka e qet, një mëkat i fshihet, një sevap i shkruhet edhe një gradë ngritet tek Allahu. Për shkak më duket të kom tregu edhe një herë, selefi i kanë shkurtu hapat. Nuk kanë ecë me hapa normal. Po, nëse ka shku prej shtëpisë deri në xhami shembull, nëse është, ai kurkush nuk i numron, po marr shembull. 1000 hapa, ky pendon për gjysmë, i boj 2000. Pse? Llogaria, çfarë investimi po bën? Po kjo është fitimi. A është më mirë 1000 mëkate më të fshi, a 2000? 2000? Është më mirë 2000 shkallë grad më ngritë Allah a 1000. 2000, pra ngritesh. Mirë po kjo tek ka një vepër, e cila halon ma shumë po të ngritë tek Allah. Ma shumë se kjo. Wa arfa'a fi derejatikum. Ma shumë ju ngritë deregje, kur të këtu deregje e ka përcën tek Allahu, erfa'iha fi derejatikum, wa khairun lakum min infaqil dhahabi wal wariq. Edhe cila për juve është ma i dobishëm, ma i çmueshëm se sa me dhon infaq e dhahab wal wariq. Dhahab dukat, al wariq argjent. Ari argjent. Pra po ja kalon edhe arit edhe argjentit. Wa khairun, ma mirë për juve se, edhe tash e katërta, lekum min en telqau aduakum, që me dal në luft me armikun, fe ta dribu anakahum, o ja dribu anakakum, e ju me godit në qaf, e a ju me godit në qaf, pra ti dikon e myt, e ty dikush të myt, shahid, pas ka halam diska ma mirë se kjo. Ma mirë se amalikum,
Nuk po thot ma mirë se namazi, ma mirë se agjerimi, ma mirë se haxhi, ma mirë se zeqati, ma mirë përgjithësi, ma mirë se krejt tjerat. Khairu a'malikum, krejt veprat, cilat koft, po flet në përgjithësi, ma e mirë është kjo. Eskakum, ma e pastërt, ma që fitohet, rritet, ajo pasuri, se krejt tjerat. E treta çka ke, ma shumë të ju ngrit se krejt veprat që ju ngrisin tek Allahu. Edhe ma mirë se me luftu, po plus edhe me vdek. Edhe kësajnë po ja kalon. Kanë thonë, kalu bela e Rasulullah, po që jo, shkurt. Përgjigje shumë e shkurt. Dhikrullah, dhikri, Allahun me përmend. Dhikri ja kalon krejtve. Allah, ky hadith kish mjaftu. Allahu Akbar. E thash Tirmidhi e tjerë të transmetojnë edhe në përpërsis, Albani ibn Sahih, këtë hadith, edhe tu tash e morën vesh se cila vepër tek ka çfarë pune qenë ka, cila është që duhet njeriu me u preokupu shumë me këtë punë. Edhe tham që rahmeti e Allahut nuk ki vështërsi me bo këtë punë. Shumë letë e bon këtë punë. Është më mirë me abdes, pa kur farë dyshime është më mirë me abdes. Po a bon pa abdes, bon edhe pa abdes. Ratë, në kom, të e ecë, ullun, çfarë do, i grakerit, po shkoni me punë. Le mua vetet kota, përmend, thubre subhanallah, elhamdulillah, thujen përmende Allahun. Mende s'ta mërso, do t'i shojmë vinë ma vonë, inshallah. Me këtu tash po folim në përgjithësi, për vlerën e dhikrit. Pra thash për me kuptu vlerën e dhikrit, na kishte mjaftu ky hadith. Po është edhe hadithi tjetër ku një njeri, po edhe kthejmë te kjo, edhe pastaj po përfundon Ebu Derdoja thot, qale Muadh ibn Jabal, Muadh radhiyallahu po thot, ma shay'un anja min adhabillahi min dhikrillah. Allahu Akbar. Nuk ka diçka që të shpëton prej dënimit të Allahut sikur se dhikri. Nuk ka ndonjë vepër e cila të shpëton prej dënimit të Allahut se sa dhikri. Ma shumë diçka të shpëton prej dënimit të Allahut është dhikri. Një prej sahabeve po thot, enne rejulen qal, ja Resulallah, inne shara'i al-Islam kad kethuret aleje. O të pejgamber Allahut, këto obligimet shka jon, edhe veprat në Islam, nuk kanë bërë shumë. Ani më thojmë pa kur fa dyshime, nuk është mbytje farzet. Të farzet nuk diskutohen. Po kom qef halo shtes, mirë, po bëhet shumë. Edhe s'po muna. Ose s'po kom kohë, ose s'kom aftësi, s'kom mundësi. Si do që jetë, po, mu diçka tjetër po më intereson. Po do në me thone, çka po thot? Fe akhbirni bi shay'in etashabbathu bihi. Etashabbathu, kallzom diçka që të kapnë me ato. Diçka po do në me thonë që është e lehtë për mu, që kom mundësi në çdo rrethon me bu ato, në çdo situatë kom mundësi me bu ato, e të kapna për çato e të vazhdoj me çatë vepër. Qal, po i përgjigjet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, la yazalu lisanaka rataban min dhikrillah. Vazhdimisht letet gjua jote e lagur me dhikr. Pra po e vërteton atë parin. Namazet nafile, agjerimi nafile, sadakaja, pedin, zeqati obligim, sadakaja është vullnetar. Krejt këto i zaventson, i kompenzon edhe ja u kalon ma tepër, është dhikri. Pra vazhdimisht lete, nuk o tash nuk po thot 2-3 minuta, po me pas vazhdimisht, la jezal, kontinuitet,
me pas gjuhën e lagur. E patëm dersën e parë, dhakin Allah këthirë më dhakirat, ta të cilët shumë e përmendin Allahun, dhe ato të cilat shumë e përmendin Allahun. Shumë, mos i numëro. Duhet me dalë me i numëru me mija, jo 10, 15, 20. Kjo s'krym pun kjo. Ki përfitim pa dyshim. Po ajo që ka po thret Allahu, ata të cilë shumë e ajete e kena pas, surën Mu'minun, ata të cilët shumë e përmendin Allahun, edhe ato të cilat shumë e përmendin. Kur shumë, këto me mija. Kjo është në pyetje. Edhe pra, në këto e ka udhëzu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që me pas vazhdimisht gjuhën e lagur me dhikr të Allahut subhanahu wa taala. Kur ka zbrit ajeti, thojnë disa sahabe, ja ju ledhina aminu, inë këthir min el ahbari vë ruhbani, le akulune emuale nasi bil batil, o i suddune an sebilillah. Ajti 34 surë Tobe. O ju besimtar, nuk po thot gjithë, po shumë, inë këthiren, shumë prifta, vë ruhban edhe murgji. Po ka tefsire, ata djetarët e tyre, edhe t'jahudive edhe krishterve. Le ya'kulun amwal an-nas bil batil. Me të pa drejt e han pasurinë e atij xhamatit tyne njerëzve. Që thash, Allah e na rujt. Bajage e kanë kthy që soku edhe të na. Shërbim. Ta qet aty që mi morën si berbernic. Kjo kaq. A je normal? Po që kjo ajet në qato pa aludon. Qysh ti jamson njeriu të fen, ja tregon dispozitat fetare, ose e bon shërbimin fetar, ai me të pagu. Eudhu billah. A përshë ajeti? Këthiren, min el ahbar ruhban, le akulun e mbar, jahon pasurin. Paret, jo marrin njerëzve. Pe boj këto kaq, e bon ato kaq kushton, kjo kaq. Eudhu billah. Ki frikë Allahun. Pa përjashtim çdo pejgamber, disa vëna tregon Allahu. Surën Hud, Shuara, çka kanë thonë pejgambert. Uma as'alukum min ajrin in ajri illa ala Allah. Nuk po lypi kët punë çka po e bojnë. Po tregoj fen, po i thras në xhenet, në shpëtim, fitim shumë të madh. Për këto nuk po lypi, ma as'alukum min ajrin, me pagu ju mu. In ajri illa ala Allah. Allah më pagun. Çdo pejgamber kështu ka thonë. Nuk bon me pare këto punë, qëre. Që ajeti çka po thot. Ve suduna sebilillah, edhe qesin pengesa, barjera njerëzve në rrugë të Allahut. Kjo është pengesë. Kjo është barjerët për njerëzit. E keq kupton pastaj fen. Ai të jep, po në vete ka diçka. Kjo me parët e ka kjo feja. Walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda. Ata të cilët kanë thesare, i mbledhin pastaj, tu bojnë parët. I përmend yaknizuna, kanë thesar, adh-dhahaba wal-fidda. Ari edhe argjent. Ula yunfiqunaha fi sabilillah, edhe nuk e shpenzojnë në rrugë të Allahut, fabashshirhum bi adhabin alim. Mysh atyre me dënim të dhimbshëm. Dënim shumë të rëndë. Yawma yuhma alayha fi nar jahannam, fatugwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Ditën e Kiametit ata do të dënohen me xhehenem, do të goditen me qatë ari argjent, në ball, në krah, edhe në shpinë.
Pse mball, pse e ka qu kryt. Unë kom shumë pasuri. Në krah e ka prek njeriu fukaraja në krah, edhe në shpinë ka kthy shpinën. S'ka thonë rrugt Allahut. Edhe tash, po thojnë sahabet. Lemma nezelet kur zbriti ky ajet, kuna me Nebi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Ishim në një udhtim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka zbrit ajeti. Ve kale ba'du ashabi, dikush prej sahabeve tha, leu alimna ejul mali hajrun, fe në tekhidhehu, tek shmidit e Resulullah, cili është ai mall, ajo pasuri, ma mirë se kjo, are argjent, e me marrë na qatë mall, qatë pasuri. Fe kal tha, afdaluhu lisanun dhakirun, ma mirë është gjuha e lagur me dhikër. Një. Wa qalbun shakirun. 2. Zemra falenderus. Je mirë njohës. Shumë herë po përsërit, çdo herë duhet me përsërit. E falenderojmë Allahun gjithmonë tu e pas parasysh. As përse afërmi nuk kem mundësi, nuk kem aftësi, nuk kem zotësi me falenderuar Allahun sa meriton. As përse afërmi. Larg nga ajo jem që me e falenderu Allahun sa meriton. Vazhdimisht duhet, çdo hap duhet me thonë. Para mendohet kish qit kusht Allahu. Nëse don me të punu zemër, për çdo rahje, njerë thuj alhamdulillah. Po për frimarje, subhanallah, njeriu pa buk i bën ndoshta i bën disa ditë. Pa ujë edhe disa orë i bën, bagi dorë. Pa frym, sekonda, minuta, dikush shumica sekonda. Me të shkoj. Bukën, ushqim dush me ble, edhe ujën dush me ble, ama ajrin, po te kish bu Allah për me ble. Te kish du në dorë njerëzve, te kish bu embargo. S'ka dush, ani kjo, po s'mund sekond, shpejt. Ama ato çka po lypi, se shkove, s'ta jepi. Allahu ekber. Veç kjo është, e kalon të lirë Allah, plus jep atina, ai i cili thot nuk ka zot, edhe atina po e jep. Para mendo. Që dikush mu, me mohu, me msha, me fol keq për mu, e une me pas fuqi pa kufishme, e para. E dyta, askujt nuk jepi llogari pse bone kështu, pse bone ashtu. Me nere shkatroj. Të ja veç për jo, me msha, pse po më qyrë shtremt, e shkatroj, pse kom fuqit pa kufishme. E dyta, askush nuk ka drejt me mpyt pse ja bone kështu atina. S'ka drejt. Ula yus'elu, yus'elun. Allah nuk pytet, njerëzit ata pyeten. A ka kush e merr llogari Allah? Megjithatë apo këtë ajër po jap edhe aty po jap. Allahu ekber. Pra kalbun shakirun, zemër e cila zemër falenderon, Allahun falenderon. Edhe që shumë e rëndësie treta, o zawjatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi. Gruaja besimtare e devotshme e cila i ndihmon burrit në fe, në devotshmëri. Takvalluk. Tash edhe kundërta me thonë nuk po shitet, se ajo me thonë. Çu burri më fal namaz, bone këto, bone ato, ja përkujton, e drejton, e këshillon në ibadet të Allah subhanahu wa taala. Po e para për këtyre tjerave çka ke? Lisanun dhakirun, gjuha e cila shumë e përmend Allahun subhanahu wa taala. Qyso hadithe të cilat po flasin për dhikrin, për përmendjen e Allahut subhanahu wa taala. Çka tham, në çdo pozit, çdo rrethon, çdo herë vazhdimisht, pa ndërprer. Edhe ajeti çka ke? Ajeti ke si kundër vlerë arit edhe argjentit. Çka dëbojmë na, ja Resulullah, me çfarë pasuri, me çka të mirëm na? A ju ka thonë me tregti? Jo. A ju ka thonë me ble patundshmëri? Jo. A ju ka thonë me hin ndërtimtari? Tash çka po punohet? Se shumë fitim po ka.
Jo, kur gjë prej këtyre nuk kam. Jo nga aspekti material. Are argjeti material jon. Në pasuri, pore. Sa është diçka prej llojit të nejtë, diçka që kam bjen pasuri. Që ato tregom. Ja Allah. Kjo pasuria më një tjetër lloj pasurisë, që është më mirë se kjo, ajo pasuri. Po del krejt në anën shpirtërore tash po del. Krejt tjetër diçka. E cila e mund këto po thot. E para, dhikri, me përmend Allahun subhanahu wa taala. Tregtari, kush është tregtari i mirë? Shumë lehtë. Tregtari i cili ka hunën e gjen cili mall shkon në treg, edhe nuk mjafton kjo, edhe ai mall i cili ajo tregti cila më shumë të vjen përfitime. Çato çato e lyp. Lirë e blen, shtrajt e shet. Pak investon, shumë fiton. Çto pe lypim. Çka kjo? Dhikri, pak investon, edhe shumë fiton. Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men ajize minkum ani lejl, en ju ka bidehu, kush prej jush nuk ka fuqi që me fa namaz natës. O bekhile bil mal, nuk ka pasuri për me dhonë, ose është koprac. O gjubuni an adu, edhe është si frigacak, nuk mundet me dalë me luftu. En ju gjahide për me dalë në gjihad. Feli, këtu qka me bo? Namaz natës për e përmend, me dhonë, edhe gjihadi. Që këtu tash, këtu janë sikur bineq, rahatia e trupit edhe pasuria. Këtu, nëse lëshohet njeriu në epshin e vet, në kojtën e vet, nuk dën, por nëse ngadhnjen materia ndaj shpirtit, atëherë mundohet me dhonë rahati trupit dhe nuk don me prish atë rahati. Në realitet nuk e din se kjo rahati ja shkatron shëndetin. Pa kur farë dyshime. Edhe don sa ma tepër pasuri me të bu që mos me dhonë. A nuk e din se sa ma shumë jep, aq ma shumë fiton për hir të Allahut. Kusht është për hir të Allahut. Ka pas kanë thonë prej selefit. U kputa tu e dhon, veç ma shumë po fitoj. U kputa tu dhon, u myta tu dhon, veç ma shumë po m'vjen. Shka thash më herët, por jo ti me testu Allahun, e udhu billah. Ja për hir të Allahut, edhe pasaj veç këshyr që ka po ndodh. Më jo tash, unë e dhash po këshyri që tash që ka po bëhet. Të vazhdo jetën, po no. Ka sta mërmendja vjen shumë fish. Të jep Allah subhanahu wa taala. E këto dyja gjithmonë shkojnë bashkë. Pra, pasuria edhe jeta. Këto në si bineq. Këto s'po ki mundësi me bo, a ki mundësi me bo dhikër? Shumë letë e ki mundësi me bo dhikër. Mirë po, është një mesele holl që a përse so e rëndësishëm të koka, dhikri, so dobi prurës të koka, atëherë kush nuk ka qef që ti shumë se vape me fitu? Shejtani. Për shkak të qetë shumë barjera, vjen me vezvese të tia për me të largu prej dhikrit. Mos nuk t'jep hapësirë për dhikër. Që shembull, do të vjen kjo dikur ma vonë inshallah, nëse Allah na jep jetën na mundson. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, a don dikush prej jush ndite me fitu 2500 sevape? Ka thonë, po ja Resulallah, ka thonë let
bohët, pak vete bojnë. Qyshe Resulullah? Mas çdo farzi, thunin nga 10 herë, subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar, ka transmetime. Allahu akbar, elhamdulillah, subhanallah, ka, s'ka aludon se mos me shku gjithë kjo, gjithmonë që ka në mësu këtë radhitje, subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar, po janë tron radhitjen. Ta shton koncentrimin. Thot pastaj, fil lisan 150 o fil mizan 1500. Në gjuhë është 150, në peshore të Allahut është 1500. Që është 150? 10 herë subhanallah, 10 elhamdulillah, 10 Allahu akbar, so po bojnë 30. Herë 5 vakte 150. Mo mas farzit. Dhikri bëhet mas farzit. Sunetet, nafilet nuk kanë dhikër, vetëm farzit kanë dhikër. Po thot, në gjuhë 150, në peshore të Allahut, një me 10, 1500. Një mishë tjetër, kur të bini me fjet, thuni 34 herë, Allahu Ekber, 33, Elhamdulillah, 33, Subhanallah, ka transmetim. 34, Allahu Ekber, 33, Subhanallah, 33, apë të ndronë. So po bojnë 34, 33, 33, 100. Me e fil lisan, 100 në gjuhë, 1000 fil mizan, 1000 peshore të Allahut, 1500 pas namazeve, edhe para fjetës 1000, po bojnë 2500, që tha. Ja Resulullah tash po e pyesin, po pse the, pak vete më shumë lete koka, pse the pak vete bojnë këto, sepse që tash për këto, deshte e tregova, se të qetë barjerat, pengesa, nuk ta qetë betonit barjerën, nuk të lenë me bot, habit me detër diçka. Sot vjen shejtani, mas farzit, kutu se ki pun. Nuk është nuk e merr mikrofonin në vesh me të folë. Po si të vjen kjo ide, merre vesh. Se ku prej kujna po vjen kjo. Kjo cyte, kjo vezvese. Të përfundoj këto, ju kallëzoj konkretisht qysh që me ndi tamon çka do të thot edhe si vepron vezvese e shejtanit. Edhe tha, kur don me ra me fjet, të shtin në gjumë shejtani. Nuk të bën pengesa, të lenë me flajt, marrë shpejt, që mos me bo këto. Apo atë barjerën, që konkretisht me morë vesh. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e fal me xhamat sabahun, edhe rrin në xhami, nuk del prej xhamis deri lindje të diellit, dhe pastaj i fal 2 recate, ka shpërblimin e haxhit edhe të umres. Tameten, 3 herë ka vulos. Të plot. Edhe vjeta par vjet, do xhamati i thash, rrinëve, po rim këto edhe, ajet najt diçka muhabet, dhe i falim 2 recate, në ditë u munum, po s'mujti u dorzu, dul. Po, për bolte në të në gjami është qajtoria. Unë e najta, nëse dhikra Kur'anit çka të koft, edhe unë ngrit dielli, i fala 2 recate, unë e po dal ata qajtore. E su dorova pa hi. O të filan, thash, as jeni shku në shpeja? Jo. Thash, aty mrana, u munut me najt. Atër diçka si mbark nuk të loke, dil jashtë. Nuk të i ke me zua, nuk të me zua. As nuk e mërë stupcin, dil jashtë me tru. Po, storike venin strihet. Po, valla, mirë. Thash, qëp, e nej tako, unë në gjami ju këtu në qajtore. E që thash, a ki pas qast ndjen që me dorë prej qajtorës, qudim, jo këtu të lenaj, a e more vesh kusho shejtani? Dej nezër në sabat që i tërë, heq më s'kon shpi. Të lenë rahat këtu. A përshet që kanë vezveset, e mërë të vesh tash? E kjetë ndjen, vjen, e që ko shejtani? Shumë let tash e mërë vesh veprimin, si vepronaj. Me këto e qëtë në radar tash, e nëzonë në radar. Shumë let me këto e mërë vesh. Provo, me najt në gjami, ki me pas e diçka ka me të shti, mu qu pre atyjit. Ku të shkojsh, qeve ku të bon gjysore, shumë gjysore. Ku të shkojsh, kur të shet gjysore, apo shkoj shumë shpejt.
Po çajo ku e nejt është dashur edhe këtu. Po këtu ta bën biesh ta bën këtu. Nuk të lën. E morë vesh tash. Qysh e nxen radar, shumë lehtë e morë vesh tash. E gjithmonë kur të vjen kështu mendimi për të keq ose mendimi për mos me bën doni ibadet, dije se prej shejtanit vjen. Çka është vezvese e shejtanit. Shumë lehtë e merr vesh, edhe pastaj kur e merr vesh, ja ka dalë ses. Nuk të shitet e unë kjo. S'munësh mu me largu prej kësajna. S'munësh me mëzirë prej xhamisë, jo. Se ti je i dopt. Në realitet është i dopt. Për ka du so i dopt, Allah zdihet për, jo, për asni pejgamber nuk tregon se qysh ka vdekje, pak ato rrethonat të vdekjes, momentit vdekjes. Me përjashtim Sulejmanit. Për Muhammedin a.s. me hadithe, ma na jetë nuk ka. Për dini se prej ushtarëve ka pas edhe gjeni, frita ka pas Sulejmani. Edhe ka vdek, vdhazën kështu në kroqe, i pështetun. Gjendë që aty i frita, të mëdhej, se kanë ditë si ka vdek, se janë tut prej Sulejmanit. Deri sa thot Allah, kryme e ka hungër atë shkopin, bastonin e Sulejmanit, edhe ka ra poshtë. Ku qa dopt se kena ditë qito, po tutën prej tina a njeri dektaj. Se kena ditë që është i dekt. Pse sa dopt jon? Pse? Se ti ki armë të fort, fuqishëm në dorë. Dhikri. Treguan dersin e parë. Në fillim start çka është dhikri. Çfarë vlerë ka? Kjo është ai vendi i strehimit, apo kujtohet hadithi, ajo kaloi fortifikata kohën, strehosh, sigurosh prej shejtanit. Dhikri është ai. Pra, po përse këtë hadith, men agjize minkum, kush nuk ka mundësi prej jush, namaz natës, me dhonë sadak, me shku në luft rrugë të Allahut, krejt këto i zavendëson, fel ju këthir dhikr Allah. Po, dhjo dhikër, fel ju këthir, shumë le të bën dhikër. Shumë duhet me bo dhikër për me kompenzu këto. Nuk vlen pra edhe nërë, çka thash më herët, nuk vlen për çdo dhikër. Edhe ata janë të radhë, se po thot pejgamberi alayhi salatu selam, kanë qenë në udhtim në rrugë për në Mekë, femere ala gjebelin yuqal lehu Gjumdan, edhe po kalën pranë një mali Gjumdan emnin. Që ka pas të ata malet caktume, sikur të natë, të ata, Shavica shembull, ka emën. Gjumdan. Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siru hadha Gjumdan, sebe kanë muferridun. Nesën se ky mal është Gjumdan. Edhe po thot, kanë fitu, sebe ka, jo kanë te i kalu, jo kanë fitu, jo kanë kalu tjerve. El muferridun. Muferridun, ferd, ata pak vetë si jonë tradh. Kalu thanë, o mel muferridun, kush janë ata e Rasul Allah? Ka thonë, dhakirun Allah këthirun, dhakirat këthira. Ata të cilët shumë e përmendin Allahun, shumë, këthira, jo pak. Edhe ato të cilat shumë e përmendin Allahun. Nuk po thot, ata të cilët, edhe ato të cilat shumë e përmendin Allahun, ja u kalojnë atyne që falen, ja u kalojnë atyne që japin sadak, ose ja u kalojnë atyne që shumë agjërojnë. Ja, sabiku, sebeka, ju te i kalojnë gjithve, nuk ka një ibadet saktum, shumë dhikër i kalon këti ibadetit saktum. Ja, krejtve ju kalon, pa përjashtim. Nuk e ka veçu asnjë, ka fol në përgjithësi. Kuptim në gjonë ka fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Muslimi transmeton këtë hadith nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu. Pra e ka përgjithësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhikrin i cili ibadet i kalon, ibadet i madh, ibadet i lehtë, ibadet i cili nuk ka nevojë për shumë investime
nuk ka nevoj për para pregaditje, nuk ka nevoj ambient posaçëm, ku je, në çfarë gjendje je, në pozitje, vetëm, po tash duhet me u largu çytjeve të shejtanit, që me tra, edhe apshe, edhe këtu duhet me ki nevoj për hidajet, për udhëzim të Allahut. Me të bo Allah të suksesshëm. Suksesi vjen prej Allahut. Teufik min Allah, vetëm prej Allahut. Se habitësh. Shkon mendet e tërkun. Ose mundu edhe kjo ka, që tash me mobila. Shumë të rrezikshëm. Ka pas dhja pardje në intervist, një profesorish e madhen, The Guardian. Çka po flet për këto mobila? Sidomos për fëmijë, për tri. Ajo s'është besimtare, nuk është, po, në këtë aspekt të mjekësisë, sot dëmshëm janë. Po që tash unë shtes po t'jap informata, shtes, nuk e di qysh, po e bën. Ti don me fillu diçka të hajrit, e shtin dikon tjetër, me të thirr, me të hup atë rrugë, me të ndërprer atë rrugë. Nuk, se njeri bëhet argat i shejtanit pa qëllim, pa vedije. Po duhet me kom mende e kish aty. Çka ki nevojë? Hajde veç tek qyri. Po le mos qyri, çka ki me thirr? Tek qyri çka po bën? Nuk është prej teje. Ama ti nuk e din se ai çka bën, e ti po bosh alet, mjet, argat i shejtanit për me pengu prej punës të mira atë tjetrin. Le që aty letrin, bën edhe ti dhikër, bën edhe ti një punë të mirë. Nëse ki punë, ki nevoj për diçka me pyet, ajo tjetër. Mi po hajt veç tek qyri, nuk ka hajt. Nuk ka vjen prej te, nuk ka prej teje kjo. Hajt. A veç tek qyri, po veç po ta qef. As pe din çka pi pengon atina. Apo shë? Shumë e rëndësion këto gjana, duhet me ditë edhe me i kujtu këto. Pra, sepse mos më bo tash, sikur runa Zot, që tash diçka shumë e rrezik, shumë e rrezikshme është, që po thomune, thot pejgamberi alayhis salam, këto dyja tash, këtë hadith çka po e thom, edhe ajeti çka do të vjen, vërtetojnë ato, çka është shumë e dukshme, edhe është reale, që duhet me pas njeriu frikë edhe me dhez ditën e alarmit. Në rrezik jom nuk është diçka rregull me mua. Çka është ajo? Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, munafikëve mas vështirë, mas rondi vjen namazi me xhamat, sabahu edhe yatsia. Pra, nëse shkon në xhami për sabah edhe për yatsi, po shkon me pritesë, në rrezik të madh je. Sepse thot rond e bojnë, shkojnë në xhami, po me dembeli, me përtaci. Pra dush me shku me plot qef. Në realiteti është, disar karo po përmendi, krahasimi s'është me ven. Me thonë dikujna, jo rogën, jo javën, jo mëditjen, as orën jo, as minutin jo, as sekondën jo, po sekondën që është sekondë. Një sekond, 1 miliard euro e ki. Një sekond, bop, u kry 1 miliard, s'po du ma nej. As që ta s'muna me hargju 1 miliard. Po 1 minut me punu, 60 miliard. Edhe pse krahasimi apet nuk ka shpim gjeneti. S'ka pare cila e blen gjenetin, s'ka. Krejt botën, çka ka? Me ari, me argjent, me diamanta, krejt çka ka, e shumë fish, apet s'munsh me blen gjenetin. S'ka. Nuk mundet me arrit njeriu me bo pasuri që me ble xhenetin. Ato haroje. Pra nuk është krahasimi prap me vend. Po mi thonë dikujna, ki me shku në 5 sabat me kohën atje, sekondën e ki 1 miliard. Me çfarë qefi, me çfarë vullneti shkon ai? Tu e këcy, tu e knu, E qashtu dush me shku për në xhami për sabah e për yatsi. Nëse nuk shkon kështu, po shkon, por jo në këtë formë, këtë mënyrë, me këtë hare, me këtë lumturi, por me përtaci, rrujo se po hin në regjistrat e munafikëve. Ajeti, innal munafiqina yuhadiun Allah wa huwa yuhadiuhum.
munafikët po mendojnë se po e mashtrojnë Allahun, vërtet ata vetë po mashtrojnë, vetën po e mashtrojnë. Wa idha qamu ila salah qamu kusala. Kur ngriten me fal namazin me dembeli me përtaci. Yurauna nas, vetëm sa me pa njerëzit. Se këta munafik, t'jashtëmën, besimtar, mrana, qafira. E kanë mbulu. Po pret momentin ku mundet me bo diçka që me myt pejgamberin ose me ardhufi. Po pret momentin. Po dera atër duhet, po gjem, po vi gjamia vetë me vete. S'pe dini kur shamune. Unë krejt shtu kësha myt. Shambull. Po me shku, po shkon. So me po njerëzit. Edhe, wala yadhkurunallaha illa qalila. Pak e përmendin Allahun. Allahu Akbar. Me ato thash sabah yatsia, tash edhe kjo. Nëse vetëm pak e përmend Allahun, pak bën dhikr, rruju se jenë regjistë munafikëve. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Munafikt. Krejt pak e përmendin Allahun. Allah e në rujt. Që sa rezik është? Pra dush me përmend Allahun edhe ato shumë me përmend. Se për ndryshe hinë në regjistër të Allah në rujt të munafikëve. Për këtë shkak, ka pas edhe këtu të na kanë kallëzu, po si mos të selefi, ka mu kusala, fal namazin me dembeli, që me ikë kësajna, kanë tregu për para, për dini tash e keni marrë, kur të mu në hoxhallarët vjetër, e kom qëllimin ata me mjekra, para 80, 90, 100 vjetëve që jonë konë. Edhe kanë thonë, nëse farkatari, e ka ngritë qekiqin, më mshu, Allahu Ekber, e ka lëshu se ka godit. I ka shti roba qepse gërshont. Allahu Ekber e zani, se ka prej. Le, gutu shkon gjami. Ka po sot prej selefit. Po e një e zani nuk unë deve, op, nalu, shdry posht, përgjigju thirjes. Se rezik po hin në atë ajet të, se kjo ajet dy gjarën po në i tregon. Fali namaz me përtaci edhe vetëm pak e përmendin Allahun. Për me kone kundërta, jo Allah me përtaci, me gjithë qef, me gjithë zel. Zotë një ka thunë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ja Bilal, erihna biha. O Bilal, rahatona, knaqna. Halve mendis po pres al, s'po thot me thire zonë para kohë, po me pa durim, po e pret kohën e namazit. E përmande maherët Adi ibn Hatim që ka thonë në fillim. Përmend për kryqin që e ka pas. Kë transmetohet ky sahabe radhiyallahu anhu, sahabe i madh, ka jetu diku 120 vjet. Për që bu musliman, sahabe, masën edhe Medine ka jetu. Thot, çdo namaz me mallëngjim, me padurim e komprit. 5 vakte namaz, në dite, 120 vjet ka jetu, dikur njeriu atin e hupat elanin, atë vullnetin pak i bjen, mas një muj, mas një viti, mas 5 viteve, dikur i bjen. Ky pashallon thot çdo namaz me padurim. Pse pejgamberi po thot, o Bilal, hajde bra, asubu kua, e rihna. Po të na çka thojmë, se rihna minha. Hjekna qafe prej sajna. Ade te fali. Vjen dikush thret, që kom thonë une. Apo vjen po shkojmë drek, 2 dakika te fali namazin e drekës. Ate shkon rrin 1 saat. Ja, namaz po rrin 1 saat, ate vi 2 dakika. Kjo është, a i ka thonë pejgamberi, e rihna, na po thojmë biha, na po thojmë se rihna minha. Te ku kitë gali, ajde, ma shpejt te fali që aty. E për mik kësajna, mos me ran këtë ajet, pra 2 gjana ajetike, yusalun kusala, falin me përtaci, edhe la yadhkurunallah illa qalila, vetëm se pak e përmendin Allahun.
Na shumë e përmendim, edhe mendis presim. Krejt punë të ilum, kur të vjen namazi, krejt punë. Me gjithë zell, me gjithë knaci, me gjithë vullnet, shkojmë në namaz. Aty është fitimi, aty është dobia, aty është qetësia, aty është rahatia. Allahu Ekber, sot Allahu Ekber, Allah është më i madh se gjithçka. E kom këtë dert, Allah është më i madh se ai problemi yt. E kom këtë hall, Allah është më i madh se ai. S'po di çu shaboj nesër këtë, po Allah është më i madh. Ti çel rrugt Allahu. Pse do të Allahu? Lëp ndim prej Allahut. Mos lëp ndim prej njerëzve. Lëp ndim prej Zotit të njerëzve. Edhe ai të ndihmon. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe Buhariu edhe Muslimi transmetojnë hadithin, مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. Që ku e ka pru? Shembull atij I cili përmend Allahun, dhe atij I cili nuk e përmend Allahun, or sikur se shembull I gjallët dhe të vdekurit. Çfarë krahasim all? Këto dyja nuk bashkohen, I gjallë me vdekur nuk bashkohen. S'ka mundësi mu bashku. E tash ti qysh, ku je? A cili se përmend Allahun, or sikur njeri I vdekur. Ky që përmend Allahun, or sikur njeri I gjallë. Muslimi ka tjetër transmetim, methelul bejti alladhi yudhkaru Allahu fi, wal bejt alladhi la yudhkaru Allahu fi, methelul hayy wal mayyit. Shembulli shtëpisë në cilin përmendet Allahu, edhe shtëpisë në cilin nuk përmendet Allahu, or sikur se I gjallë dhe vdekurit. Pra, të dyjet janë sakta, dy transmetimet janë të vërteta, sahiha, vlen edhe për person, individ, vlen edhe për shtëpi. Të dyja vlen. Pra, sikur se ka thunë pejgamberi alayhi salatu wasalam, kur ju kanë fal namaz, idha qada ahadukum as-sala fi masjidihi فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جائل في بيتي من صلاته خيرا. Kur të falni namazin e juaj në xhami, është qëllimi të farzi, lënë një pjesë të namazit, është qëllimi të suneti, nafilet, në shtëpia juaja, sepse Allahu me atë namaz në shtëpi jep shumë hajër. Gabim është mi falë, sikur ju jeni në punë, tjetër meselë. Po edhe më mirë është sunetin me fal aty në dyqan ku jeni. Dhe dyqanit I bjen hajër. Sot mundeni farzet, vetëm farzet në xhami. Kur e ki pa tjetër, s'ki çka bën, ajo tjetër meselë. Nuk I rrethona, nuk I kushte ku je tu e shku me fal sunetin. Atëherë fal në xhami. Por nëse ki mundësi, atëherë fale qoftë në punëtori, vend punës, qoftë shtëpi. Sepse si për të parën, si për dytën, bën Allahu gjajlun hajr, jep hajr aty, pa kur far dyshimi, jep bereqet aty në atë punë. Ose në shtëpi. Tutje, po në këtë kapitull të Buhariu, nga Ebu Hurajra, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan yatufuna fi turuq. Yeltemisune ehle dhikri. Melaqet, një grup të melaqeve të Allahut, enden fluturojnë për rrugë të një vendbanimi. Tu e kërku grupin e njerëzve, cilët janë të bu, si kur na pa kur far dyshime, mos gabon me dyshu, si të përmendin Allahun. Jo dervish që shbojnë. Allah, ajo zvjen shprej, ajo. Që kjo nuk do të thot, vetëm e bo subhanallah elhamdulillah dhikr. Ajetet dhikr, hadithet sahia dhikr, këto janë dhikr. Me mësu fen Allahut. Edhe fa idha wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadu, kur nena të shpërndon me lacet. Kur nena prej këtyne e gjeni vend, I thret helummu ila hajatikum. E janë për çka jena shpërndon me lyp, e gjeta une. Sash sikur me thonë, shpërndoni, kur të gjenë ato që ka për lyp, I tregon tjerve. Edhe një melasje e gjenë edhe I thret melasje tjera. Hajdeni se e gjeta unë që ka për lypim. Mos lodhni ju matutje. Edhe kur të vinë,
fejahuffunahum biajnihatihim. I rrethojnë, i mbulojnë me krahët. Oh, subhanallah. Me krahët i mbulojnë atë grup të njerëzve. Wallahu ta'ala alim, e vazhdojmë inshallah se veç ka s'po mshelet bateria çudi o kry. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammed wa ala alihi sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.